mjafton ti e tajna edhe mbushë sheshi me fëmijë, domethënë kjo nuk na ka pëlqyer, na thonë gjëna fëmijët që duhet të rriten me këtë lloj kulture, me këtë lloj, nuk jam kundër askujt. E di mirë, po edhe fëmijët duhet të kenë një hapësirë të veten, jo vetëm çdo festival që është në shesh duhet shkojmë gjithë dhe duhet ta shikojmë gjithë. Edhe ne kena provu me flakë me kriju disa koncepte të tjera festivalesh, pak më thjeshta dhe kanë funksionuar shumë mirë, kena thënë pse jo. Do vi koha që një ditë të mbushen sheshet nga Bubulino edhe të mbushen me muzikë cilësore, edukuese që janë vetëm për fëmijë. Po, pse po mendoni që është ka ndodhur kjo, domethënë që institucionet më saktësisht nuk është që po i kushtojnë shumë rëndësi për mbajtjes cilësore për fëmijët. Fakti kanë edhe pjesë e kulturës, se edhe festat e eventet u bëshin forma, domethënë organizisht ditën e fëmijës, u mbledhshin në restorant, hashin drek darkë, domethënë fokusi kanë te dreka darkë, ajo te pjesa mi fokusu pjesës fëmijës. Domethënë edhe këtë pjesën e kësaj kemi ndryshuar pak a shumë para 13 vjeç kur kemi filluar me organizimin e festave evente, kur kemi fokusu komplet me personazhe Disney, edhe kemi ndryshuar komplet sistemin e kësaj na. Domethënë thash, mund të kanë ashtu edhe pak pjesë e kulturës, se nuk kemi mësuar me diçka të re. Me Bubulinon, me projekte që kemi në plan, besoj që do mundohem me ndryshu pak edhe më fokusu pak me dhënë hapësirë dhe fëmijëve kënej. Po tash jeni të fokusuar te ky projekti i ditëlindjeve apo jo? Gjithmonë ne ekip goxha i madh, kemi një ekip që është dedikuar për pjesën e ditëlindjeve, po te pjesa e ditëlindjeve ne po krijojmë disa muzika që të jenë përshtatshme për party për fëmijë, për evente për fëmijë, edhe të mundohena me largua të happy birthday në fund, po të kemi një shumërime në shqip edhe të ketë e gjithë festa të ketë një esencë shqiptare, jo fëmijë që vetëm tunden duke ngjuar këngë që as ja din kuptimin, as ja din fjalën. Shumë e vërtet, shumë e vërtet. Tregomni pak ku mundemi me ju gjetë, çysh mundemi me gjetë platformën e juaj. Bubulino Official në YouTube, kemi Instagram, Facebook, kemi bubulino.al, Instagram, TikTok edhe Facebook. Në gjitha platformat? Po, në gjitha platformat. Mjaftëm shit Bubulina dhe dalin. Mirë shumë. Nuk po ju mbaj më gjatë, ju falenderoj shumë që ishit sot pjesë e rritës, falenderit shumë që keni vullnetin për me punu edhe me sjellë për mbajtje cilësore në gjuhën tonë amtare. Falenderit për ftesën edhe kënaqësinë. Ju uroj shumë suksese. Falenderit.